Mundësia e shkuarjes në zgjedhje të parakohshme pa miratim të buxhetit për 2026 ose zgjatjes së buxhetit aktual për 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm ka rritur frikën te punonjësit e sektorit publik. Përfaqësuesit e sindikatave të sektorëve kyç të vendit, shëndetësisë, arsimit, administratës publike dhe policisë, thonë se në rast të bllokimit institucional mund të cënohet funksionimi i shërbimeve bazike. Pacientët rrezikohen të mbesin pa barna esenciale e rreth 14.000 punonjës të sektorit të shëndetësisë të mbesin pa paga. Kryetaria e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë, Tevide Ymeri, thotë se pasojat në këtë sektor do të jenë të menjëhershme. Sektori i shëndetësisë flas me kompetencë dhe me përgjegjësi që është ndër më i goditur për arsye se mund të mbetet pa financim të rregullt të barnave, mund të mbesin spitalet dhe institucionet gjitha pa dallim shëndetësore mund të përballen me mungesë materiale mjekësore, siç e dini edhe tani kemi krizat më dha dhe mungesat të mjeteve bazike të cilat përdoren në shëndetësi, prandaj mos formimi i qeverisë dhe mos aprovimi i buxhetit sigurisht që do të krijojë një hendek shumë të madh. Situatë të ngjashme e përshkruan edhe kryetari i Sindikatës së punëtorëve të administratës publike, Ali Gashi, i cili ka bërë thirrje partive të mos luajnë me fatin e punëtorëve. Partitë politike për çfarë votojnë, për me gjetë zgjedhje, nuk janë kanë ndajnë livallet as malet e baballarëve tyne, po janë ato fal besimit të qytetarëve, janë fal pensionistit, fal doktorit, fal policit, fal shërbysit civil, mjekut, mësuesit, profesorit, prandaj kanë obligim të ne, kanë obligim që ata ta bëjnë një zgjedhje, mos luajnë me fatin e qytetarëve, mos luajnë me fatin e të punësorëve në Republikën e Kosovës. Rahman Jashari, kryetari i Zbashkut, paralajmëron se pasojat do të ishin të ndjeshme edhe për mbi 30.000 punëtorët e arsimit, të cilët e kanë pagën si të vetmin burim jetese. Tërë ky numër, tërë këto familje janë të shqetësuar dhe bëjnë pikpyetje çfarë tutje, çka do të ndodhë nëse ndodh. Pra çka do të ndodhë nëse mbetin pa paga, fillimisht nuk kanë se si të jetojnë, nga se shumica e punëtorëve të arsimit pagën e kanë vetëm mjet për të jetuar, e aq më keq do të kenë të lashë edhe me bankat, sepse në situatën që jemi me pagat që i kanë, ata vazhdimisht janë për punë pak më të mëdha në shtëpi, janë edhe në kredi dhe mos pagesa e ndonjë rate që i thojnë ata, apo ndonjë pjesë do t'i sankcionante edhe me kërkesa gjithsesi me dënime shtesë. Në mungesë të miratimit të buxhetit vijnë në rrezik edhe pagesat e mbi 11.000 policëve, për shka sindikata ka kërkuar garanci nga qeveria në detyrë që të paguhen rregullisht pagat edhe nëse buxheti nuk miratohet me kohë. Por partitë politike nuk kanë dhënë sinjale për arritjen e një marrëveshje që do të shtyjë përpara miratimin e buxhetit për 2026 apo për zgjatjen e afatit për 3 muaj të buxhetit aktual. Për dallim nga qëndrimet e mëhershme, në LDK kanë shprehur gatishmëri që nëse vendi shkon në zgjedhje, të miratohet vazhdimi i buxhetit. Nëse ka dakordim politik me gjitha partitë politike, që po shkojmë zgjedhje, meqense po shkojmë zgjedhje na po na u dashka më shmang një skenar i bukur tërt. Sa skenar nuk është i garantuar, le të shpresojmë që ka qeveri më njëherë, që ka shumicë më njëherë, që nuk vanohemi herën tjetër, mund konsiderojmë zgjidhje për zgjatim të buxhetit vitit kaluar. Në lëvizjen vetëvendosje kanë thënë se kanë ofruar zgjidhje për të shmangur bllokimin e buxhetit, duke propozuar për mandatar Glauk Konjufcën. Në mungesë të buxhetit pa pensione do të mund të mbesin 210.000 pensionistë, mbi 16.000 përfitues të skemave sociale, 21.000 persona me aftësi të kufizuara, 37.000 veteran, e mbi 12.000 familje të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës.